shembullin e Ibrahimit alayhis salam, pejgamber prej pejgamberëve të Allahut, i veçuar në Kur'an, pasi theu dhe shkatroi idhujt, të cilët adhuronin populli i tij, u zemruan shumë dhe paraqitën rastin Nemrudit, udhëhecit të asaj kohe, dhe vendosën që ta hedhin Ibrahimin alayhis salam në zjarr. Filluan përgatitjet, hapën një grop shumë të madhe me përmasa gjigande. I gjithë populli po tuboi dhe po sjell drunat grop. Përgatitja për ndesat zjarr thuhet se ka zgjat me ditë dhe me javë të tëra. Dhe pasi u ndes, ka qenë i ndezur me ditë dhe me javë të tëra. E sjellin Ibrahimin alayhis salam të lidhur duar dhe këmbë me litar. Mirë po, problemi është se nuk mund ta hedhin në zjarr shkaku i nxehtësisë së madhe dhe flakës së madhe së zjarrit. E japin idenë që ta ndërtojnë një katapult. Katapult është një armë e vjetër në mesjet luftat e mëhershme, me të cilën armë janë shkatruar dhe prish kalaja dhe kështjellat. E bartin Ibrahimi alayhis salam dhe pavarësisht nga zjarri i madh, Ibrahimi alayhis salam ishte shumë i qetë dhe i mbështetur plotësisht në Allahun e Madhërisëm. Andaj në zemrën e tij nuk kishte as frikën më të vogël. Pastaj melekët në tokë dhe në qiell filluan të luteshin për Ibrahimin alayhis salam dhe t'i ofronin ndihmë atij. Ibrahimi alayhis salam thoshte dhe u mjaftonte vetëm me një fjalë: Hasbi Allahu wa ni'mal wakil. Më mjafton Allahu, ai është kujdesari, mbrojtësi më i mirë, tek i cili mund t'i dorëzojmë çështjet tona. Për këtë fjalë u ndryshua ligji i Allahut në tokë. Allahu i Madhërisëm i tha zjarrit: Ja nar, kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. O zjarr, bëhu i ftohtë dhe shpëtim për Ibrahimin alayhis salam. Thuhet se ka qëndruar me ditë të tëra për dul nga zjarri pa asnjë lëndim. E vetmja gjë që e dogji zjarri ishin litarët që i kishin lidhur duar dhe këmbët atij. Dhe pasi që dul Ibrahimi alayhis salam, tha se ditët më të mira dhe më të këndshme të jetës time i kam përjetuar aty brenda. Dhe kjo ketë se rezultat i mbështetjes tij të sinqertë dhe të plotë në Allahun e Madhërisëm.